Në këtë Kurban Bayram 780 kurbane janë shpërndar për qindra familje që jetojnë në kushte tronditëse, por me një mirënjohje që të prek në shpirt. Në thellësitë e Afrikës në një zonë të izoluar të Ugandës, mijëra njerëz përballen çdo ditë me mungesën më elementare, bukën e gojës. Por këtë Bayram një dritë shprehëse ka ndriçuar këtë komunitet të harruar. 780 kurbane të shpërndara, fal shoqatës Suiseci, me seli në zyri të Zvicrës, kanë mbushur sofrat dhe zemrat e qindra familjeve. Është Bayrami i dytë që kjo shoqat shfaq humanizmin e saj të rrallë në këtë rajon. I pari ishte gjatë muajit të Ramazanit, ku me përkushtim ushtruan iftare për njerëzit që s'kishin as bukë, as ujë e as këpucë në këmbë. Kësaj radhe ndihmat vinë në formën më të shenjtë, mish kurbani. Pamje që rëqethin, fëmijë që vrapojnë zbathur drejt thasëve me ndihma, gra që fshin lotët nga gëzimi, burra që luten me duart e ngritura drejt qiellit. Sepse ndihma nuk ishte thjesht ushqim, ishte respekt, ishte kujdes, ishte vëmendje që i tha, nuk jeni vetëm. Lulzim Lecaj, kryetari i shoqatës Suiseci, kishte kohë që kërkonte vendin ku varfëria ishte ekstreme dhe siç thot vetë ai, aty ku njerëzit nuk kërkonin luks, por vetëm jetë dinjitoze. E gjeta në Uganda, aty ku vuajtja flet pa fjalë, por mirënjohja ushton me zë të fuqishëm. Ky mision nuk ka qenë i lehtë, logjistike vështirë, terrene të largëta, por vullneti ka qenë më i fortë se çdo pengesë. Shoqata Suiseci po dëshmon se humanizmi nuk një kufi, dhe se të ndihmosh nuk është thjesht një detyrë fetare, por një zgjedhje që lind nga ndërgjegja. Kurbani i dhuruar u bë simboli i shpresës. Në çdo copë mishi të ndar kishte një copë zemre nga Zvicra që rrite për Afrikën. Në çdo falënderim kishte një lot që fliste më shumë se fjalët.